të drejtësisë, po ajo është organ politik i përbën prej të përfaqësuesve politik. Një organ politik nuk mundet ta mos e certifikoj një listë zgjedhore, sepse nuk ka bazë juridike që ta bën ato. Edhe une do të thotë kjo ka qenë vetëm edhe një lojë kështu, edhe une besoj që do thotë PZAP-ja do ta kthen për certifikim listën serbe, kështu që nuk është që arrit diçka. Është njësoj kur nuk e aprovonin listën votuese për pjesëmarrje, do thotë veç shka e vënonin procesin për me shku edhe një do thotë në gjykata, sepse gjykatat e kthejnë, nuk ka bazë ligjore. Unë këtu mendoj... Profesor, tek vetëvendosja ishte kundër, ndërkaq PDK-ja kishte abstenuar. Shika, tash kjo është lojë, dhe mos godzim politik i përfaqësuesve, sepse duhet me sëru e tha shumë mirë zëtësisiri, duhet respektuar strikt, sepse kryetari KQZ-s është gjykatës me përvojë, se duhet vijen nga gjykata supreme dhe duhet me edit këtë, edhe di që e din ma mirë se sa unë dhe kushdo tjetër, por është një problematik tjetër, sepse këta kanë bërë një gabim tjetër, KQZ-ja. Kanë vazhdu me